që fillojnë lëvizin çik të territorit vegjëlve, duke referuar historisë. Jo, është e vështirë, numërimi është... Tani është e vështirë, zoti Koçi? Që të shkosh tek... votat numërohen dhe regjistrohen. Se tani këto të këtyre sindikatas janë partia apo, prapë janë budallenja dhe ata do regjistrojnë çdo, sepse procesi fotografohet vota dhe regjistrohet. Gjithkush e ka drejtën për të rishikuar gjithë procesin e numërimit dhe nga ana tjetër, ligji sot i dënon numëruesit kur deformojnë rezultatin. Por unë duhet kthesha një çik tek ajo tabela e rezultateve. Jam dakord me Babaramon kur thotë që ne nuk mund të kuptojmë dot tendencën e përgjithshme, qoftë të qarkut Korç. Pra do të kuptojmë Korçën kur të kemi kuti nga pjesë të tjera të nga qyteti, po edhe nga pjesë të tjera, nga Devovi, nga Maliqi, nga... Një gjë mund ta themi. Polonja, okej, mund të ketë një rritje e Partia Socialiste për shkak të kësaj aleance, por ne çfarë kuptojmë? Ne kuptojmë që ka një rënje të dukshme e Partia Demokratike dhe kemi një prezencë në rritje të këtyre partiçkave. Okej. Dhe duket që rritja këtyre partive është në kurrizë të PD-s. Pra, jo në kurrizë të Partisë Socialiste. Pra, të paktën në këto 3 kuti që kemi. Pra, duket që besueshmëria në rënje të fortë e Partisë Demokratike ka çuar tek mundësia që të votosh edhe diku tjetër. Mund mos votosh PS, po duket që në këtë rast është votuar shumë PS, ama një pjesë e votave ka shkuar për partitë vogla. Ilir, se besoj bashkë do ndahemi, se unë do të vijoj maratonën, ju do t'jeni dhe nesër, dhe një pyetje të fundit, cila është, çfarë partia e re nga e cila ti pret diçka? Kë shef si... Unë i shikoj ato në blok, do doja që se cila do të krijonte një hapësirë jetike për të qenë në parlament dhe për të hedhur hapin e parë drejt të thyrjes së këtij bipolarizmit që është dhe një nga shkaqet kryesore të zgjatjes së tranzicionit shqiptar. Okej, po nuk ma thua do të një forcë për shumë? Apo se tani mund të flasim në iku dhe heshtja zgjedhore, mund t'i themi gjërat. Nuk kam ndonjë, e kam si fenomen, do doja që ky si fenomen të kishte... Dy të rinj që janë evidentuar është Lapaj dhe Shehaj. Kush do të ishte sipas jush, pavarësisht se është dhe Arlind Qori, personazh shumë simpatik. Të jemi sinqert, dhe pa se tani edhe kutit janë mbyllur, partitë të reja kanë garuar gjatë gjithë kohës, por klim më të favorshme, kur s'ka për të patur për partitë e reja. Se sa sot? Se sa sot. Sepse zoti Koçi do thotë që do marrim më shumë, marrim ashtu, sepse kuptoj tani që me gjithë këto skandale dhe ti të pretendosh që të marrësh më shumë mandate se sa ke. Ose Partia Demokratike që ka kandidat për kryeministër dikë që vërtet ka maja, po ka dhe humnera të frikshme dhe edhe me prej ngjaku, si 97-a. Po, kur do kenë më avantazh këto parti, do në qoftë se nuk e kanë tani? A janë këta individët, ka pasur dhe do ndoshta më përpara, kanë garuar individ me background politik, me formim intelektual, ndoshta edhe më të konsoliduar dhe me njohje publike shumë më të madhe se sa këta drejtuesit e partive të reja aktuale, por këta janë në vendin e duhur, në kohën e duhur. Mirë, faleminderit. Jo, nëse do të bësh një replik, po. Replik. Ideja është këtu që votuesi do garanci. Do me thënë, votuesi mund të ketë, po themi, një simpati në rritje për një parti që ka dalë kohët e fundit, por në fundit do garanci. Se bëhet fjalë për një moment ku Shqipëria ka nevojë për një, po themi, të administrohet mirë ky procesi, sidomos i integrimit evropian. E tha Iliri me të drejtë të punën e korrupsionit dhe po themi atyre që e kanë pësuar për shkak të përfshirjes në korrupsion. Por ama Partia Socialiste sot është të paktën në këtë mund ta themi. Dikush mund të jetë kritik thotë që Partia Socialiste nuk është përfshirë në luftën ndaj korrupsionit. Ama një parti që e lejon luftën ndaj korrupsionit në radhë e veta, kjo është Partia Socialiste. Ka një skem tjetër që mos bëj dhe korrupsion.
Po pra, mirë më dakord. Unë nuk po them që është partia e ëngjëjve.